është kompania që i dërgon faturat e rrymës te konsumatorët. Por të mërkurën vetë Kecit i arriti një e tillë. Kjo me që për hir të 5 kompania që shpërndan energjinë elektrike në Kosovë u gjobet nga Ministria e Tregtisë. E gjitha kjo pas përrregullsive me njësorët elektrik. Për këtë kësaj radhe Kec duhet të paguajë edhe 40.000 euro të tjera. Të na s'kan ardhur hala, po mirë, po shumë mirë si shkojnë me kontrollu, se me të vërtet rryma pak për këtë standard që shkena është shtrajt, edhe dohet me kontrollu me pak ta njësor, po mendoj Turqia që kanë të bëma dihet, e kanë kësë përdor edhe rrymen si ja kanë shiten, edhe tash edhe plus pa bojnë dallavere me ora me këto, se në është dashtë, çdo shtëpi, çdo banesë me kontrolluaj. Unë jetoj vetëm, është banesa tikun ofër 50 metra katror, edhe nuk kam shpërejta grialit një kam shembull, të i tashëm ka orë 60 euro, drita s'rri kërkush, se shfrytëzim, po orë shumë shtrejt. Unë i kum thau vjetë, i kum pos një kërkes të, po këta nuk janë orë me këqyrë, tash mas di u bo që kjo farë ofirë, inshallah po ndi shka. E veç qytetarët kërkojnë që inspektimet të tilla të njësorëve të bëhen më shpesh. Raportet zyrtare të laboratorit janë proceduar në Inspektoratin Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut për ndërmarrjen e masave ligjore dhe shqiptimin e gjobave ndaj Kecit në vlerë prej 40.000 eurosh. Por këta të fundit Kec thotë se do t'i kompenzojë. E gjitha kjo nëse verifikohet se lëvizja e orës në njësore ka dëmtuar konsumatorin. Ritheksojmë se konsumi i energjisë elektrike matet me saktësi të plotë, çka është vërtetuar edhe nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, siç është bërë ditur përmes njoftimeve. Pra njësorët elektrikë bëjnë matje të saktë të konsumit të energjisë elektrike. Devijimet e vrejtura në kohë janë një karakteristikë teknike e njohur e kohës së njësorëve dhe i përbëjnë problem teknik të cilin deri në një masë e parasheh edhe rregulloria. Çdo njësor që ka tejkaluar këtë normë do të verifikohet në qoftë se vërtetohet që lëvizja në ore ka dëmtuar konsumatorin në fjalë, ndaj tij do të aplikohen korrigjimet sipas procedurave në fuqi. Se Kec duhet t'i kompenzojë qytetarët në rast se verifikohen defekte në njësorët të tyre, e thonë edhe njësit e ligjit. Gjobat duhet ta prodhojnë efektin e tyre, sepse gjobat janë mjaft larta dhe gjobat duhet jenë proporcionale dhe me dëmet cilat i shkaktojnë, dhe më thonë Kecin dhe qytetarëve, rrjedhimisht në rast se bëhet një lloj ekspertimi nga ana e inspektorëve të Ministrisë së Industrisë. Në këtë situatë duhet që të njëjtit të bëjnë përllogëritjet për afër dëmit që ka shkaktuar qytetarëve aty ku mund të bëhet identifikimi dhe pas përtej kësaj duhet ta detyroj Kecin që t'ju kompenzojë atyre qytetarëve dëmin e shkaktuar si rezultat i vendosjes së gabuar të orës, e cila ka bërë llogaritjen e gabuar në kohë të gabuar. Ndryshe Minti ka bërë të ditur se procesi i verifikimit të njësorëve elektrik është duke vazhduar.